Vetë dashuria. Ata pysim që zonja se çka po mendon për vetë dashuri. Sa është e rëndësishme me dosht vetën. Kjo po thot, duaj e vetën, por jo me dosht vetën që me kalu në mendje madhësi. Dashuria që del jashtë mose nuk është me dashuri e shëndetshme. Ajo dashuri bëhet e zararshme. Dashuria e tepër të arrit mendjen. Pra, pa dyshim se duhet ta duajmë veten, po deri në atë mos ku nuk rritemi me mendje, dhe deri në atë mos që mos të mendojmë se nuk ka më të mirë se mu. Pra dashuria e tepërt ndaj vetes nuk është e shëndetshme, të çon në mendje madhësi, edhe mendje madhësia ta thën qafen.